Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Akrepit. Uroj të jeni mirë, do bëjmë leximin e radhës për ju dhe të shohim se çfarë mesazhesh apo këshillash do marrim nga letrat sot. Gjykimi, 8 të kupës, 10 të shpatës, 7 të shkopive, mbretëresha e monedhës dhe qëndrueshmëria apo ndryshe temperance. Këtu është një dhimbje, një shqetësim të dashur Akrepër, me kaq sa shikoj është. Ta shpjegoj kështu. Dhimbja gjithmonë nuk pasqyrohet me lot, po aq bukur di të fshihet pas një buzëqeshje. Kështu ju shikoj të dashur Akrepër. Dhimbja juaj po fshihet pas një buzëqeshje. Mirë jam, çdo gjë është në rregull. Po e thot Akrepi, edhe pse nuk është çdo gjë në rregull. Gjykimi do të thot ka ardhur koha të përballesh me këtë gjë. Është me karmën e juaj, me gjërat që keni përjetuar apo po përjetoni, është një ballafaqim kokë me kokë me këtë gjë, që të mund të rinovoheni. Në fakt kjo është thirrje për jetën të dashur. Çfarë mund të bëni që e buzëqeshje të jetë buzëqeshje e vërtet, duke mos e patur në sfond apo pas asaj këtë dhimbje. Shikoni, këtu është një kulçetër që po e kafshon një këmbë të një kafshë tjetër dhe thot: të largoheni. Kur them tani se dua ta madhe këtë, nuk është thjesht largimi dhe ju e hoqët atë dhimbje. Ju jeni duke qëndruar ose me mendje, me shpirt tek një person apo të një situatë që nuk e lejoni veten, e mbani në mendje, jeni peng të së kaluarës, duke mos e lënë atë gjë të largohet nga mendja juaj, nga që po e ushqeni. Çdo ditë po e mendoni atë situatë, atë person, çfarëdo që të ketë qenë, çdo ditë jeni duke dhe po e ushqeni. Kjo dhimbje po rritet. Prandaj dhe nuk largohet. Kur them unë po ushqeni, mos jepni më. Mundoni çdo ditë më pak ta mendoni. Dhe kjo është ta leni këtë dhimbje, po këtë kujtim të urritur deri në zhdukjen e saj. Të largoheni, të arratiseni, të ndaheni, mund të jetë person, çfarëdo lloj, mund të jetë person prezent. Ka ardhur koha të përballeni me këtë gjë, me këtë shqetësim, me këtë problem, nga që nuk mund të largohet vetvetiu nëse ju nuk kontriboni. Do thot, nga çdo gjë që ju shtëron emocionalisht, nga çdo gjë që ju ka sjellur në këtë gjendje, 10 të shpatës. Aty është, thot, më e keqja ka kaluar. Por po ju presim juve që të ecni, ju të ecin të parët dhe që të mund dhe ne të vim pas. Do thot, më e keqja do të ka kaluar. 10 të shpatës tregojnë zhgënjimet, dështimet, shqetësimet të ndryshme, pabesitë, thyrje të zemrës, e gjëra të tilla, por për të ecur para, siç tregon dhe kjo shigjet këtu. Shikojeni, është 7 të shkopive, para, të ecni para, jo pas. Që të mund vërtetë ajo buzëqeshje juaj të mos ta ketë më pas atë dhimbje. Kujtimet dal nga dal t'i largoni. Çfarë duhet këtu? Absolutisht durim, absolutisht
qëndrueshmëria është durimi i juaj, por dhe veprimi i juaj të dashura krepër. Gjysmë hapi çdo ditë për të larguar dhe për të ullur apo sjell këtë siguri, siç është mbretëresha e monedhës, këtë bollok, këtë mirëqenie, këtë rehati, këtë paqe shpirtërore. Do thotë tani të përballeni që të mund të ecin para. Çfarëdo që të ushqeni në mendjen e juaj, si të mirën, si të keqen, ajo do rritet. Pra, është në dorën tonë.